Në rregull, pra, po duhet thënë. Vizitat e policëve në shkolla, duhet jetë në për libra, duhet jetë mësuar që në... Jo, pse policët janë talent, në kalimin e vizave të bardha ndihmojnë fëmijë moshuar. Në edukimin. Patjetër. Po flet nuk mos jenë vetëm policët që shkojnë në shkollë, po të ketë libra. Të trajnojnë fëmijët. Që të vegjël. Të trajnojnë që nga mësuesit. Sakt. Gerard? Siç mësojnë abetaren, duhet të mësojnë rregullat. Lëmë Rolandin njerë që ti vësh vullën ti po. Po. Unë mendoj që duhet bëjmë politika shtetërore të sigurisë për të ndaluar pozicionin e të fortit në përdorimin e telefonit, shpejtësi, sepse pastaj nëse ne e lëmë të fortin, vjen konkurenca. Unë do konkuroj me atë tjetër, sepse ai po e mban telefonin, do e mbaj dhe unë. Ai po ecën me shpejtësi dhe unë do ecë çik më shumë se ai. Pra ne nëse nuk e heqim pandëshkueshmërinë tek disa persona të fortë në rrugë, nuk e kemi hequr mentalitetin e shkeljeve rrugore. Okej. Gerard? Unë mendoj që ka disa vite që është hequr termi i fort të paktën në rrugët e Tiranës, edhe janë dhënë me fakte edhe te pjesa kur ka ndodhur aksidente që personat që presupozoheshin që kishin një lloj imuniteti historiku tregonte që ishin dëshkuar shumë herë, dhe kjo nuk është vetëm rast sporadik, por janë raste të përgjithshme që ka humbur elementi i fortë. Pra, do me thënë, në rrugët e kryeqytetit ka vite që nuk diskutohet më i fortë. Mund të ketë raste të veçanta kur ti mund të favorizosh dikë për shkak të njohje që mund të ketë për statusin, por për shkak të presionit e jap me përgjegjësi të plotë, e jap edhe avokatit edhe kujto që ndodhet. I forti, jo, edhe një herë, kur themi i fort neve ti e di shumë të avokat, se përdesa që edhe avokat. Sot nuk je i fort. I fort ka qenë Skënderbeu, po këta të fortit tani. E pra, i fort ta garantoj unë që nuk ka më të fort. Të fortët kanë ikur. Shumica kanë ikur dhe të paktën qarkullimi rrugor Tirani ka dhënë provat që para ligjit, para nesh nuk ka të fortë. Thash, po e them prapë, që të jem korrekt, mund të ketë raste favorizimi për një arsye apo për një tjetër kur ti e shikon që shkelja mund të mos jetë aq flagrante, apo mund të kesh, sepse ne edhe me qytetarët kur ke jetë dyshimi nuk e ndëshkon. E kemi këtë parim, do me thënë që nuk e ndëshkon, më mirë ta anoj nga pjesa e qytetarit, pavarësisht se por a i thot kisha nëzora paketën. Nuk e kisha celularin, nëzora paketën. Hajde vërtetohet tani, është dhe celulari dhe paketa janë aty. Po ja lë paketës, është lë celularin, sepse... Kurecin me shpesi që në ratë. Mesazhi... Kështu që mesazhi është jo për frikë, jo për gangsterllëk, jo për kashillik, por për të mbrojtur veten dhe përdorësit e tjerë të rrugës, rrisni vigjilencën në rrugë. Eliminoni çdo faktor që mund ndikoj në parandalimin e ngjarjeve rrugore apo në shtimin e ngjarjeve rrugore. Kur them çdo faktor, jo vetëm celularin. Ti si ja bën me telefonin, se ty nuk pushon telefonin? Jam me dy telefona dhe kur zbresim poshtë do ju tregoj, jam me dy telefona dhe të dy janë të lidhur me automjetin dhe telefonat e mirë gjithmonë në portofol, nuk i nxjerr fare. Është më mirë mos i nxjerr. Mos i shko më fare. Edhe pse më lejoni, me qenë se më kujtove, më lejoni ta saksoj, sepse më lind shumë e shpeshe diskutimi. Punojësit policisë, në ushtrimin e detyrës, i lejohet përdorimi i celularit për çështje pune. Po, është e lejuar. Tani